Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 10. Do lexojmë sot vargje 38-42. Le të lexojmë bashkë nga fjala e shenjtë, e pagabueshme dhe e mjaftueshme e Perëndisë. Por ndodhi që ndërsa ata po udhtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua me emër Marta e pritin shtëpinë e vet. Dhe ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ulte këmbë të Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Por Marta ishte tepër e zënë nga shërbimet e shumta, dhe mbasi u ofrua tha: Zot, a nuk do ta dish që me motër më la vetëm të shërbej? I thuaj pra të më ndihmoj. Por Jezusi duke ju përgjigjur i tha: Mart, Mart, ti po shqetësohesh dhe mundohesh për shumë gjëra, por një gjë është e nevojshme, dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që asaj nuk do t'i hiqet. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot, në të cilën autoritetin dhe mirësinë e saj do të qëndrojmë për pak kohë bashkë. Vinëre atje do flasim sot për dy motra, Martën dhe Marien, por çfarë është thelbi apo nën tema e kësaj është përparësia, apo si duhet të zgjedhim apo të vendosim sipas përparësive të duhura. Kur kam qenë i vogël, kam pas një veçori, kam pas edhe një veçori kështu çuditshme. Shpresoj për mirë, kisha qef, edhe pse më tallshin nganjëherë kështu, po kisha qef gjithmonë me nejt me vjetër, me plaka. Nifesha në lagje ka herë si djali që rrin me plaka, me burra, me kështu do nifesha. S'nifesha shumë, po disa e dinin vendin re, kam fjalën. Edhe zakonisht ishte për shembull rrija shumë për shembull me gjyshën time, ngjoja kur mblidheshin këtu me ju tregonte histori, kur kemi qenë atje në Malësie, historia e gjyshi e Burrnina, historina, kështu e kisha qef mi majt mend si fëmijë i vogël. Por gjithashtu kisha qef me nejt kur mblidheshin burrat, për shembull burrat e lagjes, disa burra për biseduar në gjë kur isha i vogël, pra bëhet fjalë për vitet 90, jo eksodi, jo demokracia, jo kjo, jo ajo. Vjedheshin burrat aty në perëndim diellit para se me vinin nga puna, nga arat, edhe është zakon në fshatra të mbledh diku në afër qendër, mbledhen burrat dhe bajnë ndonjë hapet ndonjë temë, sikur dalim ne për kafe. Edhe interesant është si shkoja edhe rria ishin kamp, për shembull 5-6 burra, 7 burra, edhe ishin të folë me një temë, dhe shkoja u fuçja si mes atyre burrave, skiç edhe i dëgjoja çfarë flasin, si argumentojnë për të mësuar prej tyre logjikën, argumentimin, arsyetimin, diçka e tillë. Dhe më mend një herë një burr, për shembull ata se vajnë re, se kur je i përfshirë në debat nuk e vajnë re, por njëri e vuri re, vinte re që disa herë kisha shkuar dhe nal një herë bisedën tha: "O burra, keni vuri re që kur ne të mbledh tu vjen ky djalë i vogël dhe na ngjan kështu shumë me vëmendje, ndërkohë që shokët e mi ndoshta ne kanë qenë duke luajtur me pulla apo me kuzhineta apo me diçka tjetër. Jo se unë s'kisha qef me lujtë, dhe luaja vazhdimisht. Por nëse kisha luajtur gjatë gjithë ditët edhe të jepet mundësia me nejt me ca burra të mençur apo mençur, si shumë të mençur kështu akademik, pa kam fjalën më të mëdhenj, më të mençur apo diçka për të mësuar, për mua ishte e rëndësishme, ishte nuk e di pse. Edhe jemi të ndryshëm, disa për shembull, ndoshta disa fëmijë kanë qejf vetëm me lujt me pulla, disa me pa vetëm televizor, disa në telefon, disa me mësu, disa kanë qejf me lujt shat, disa kanë varësi çfarë zgjedh për parësi të ndryshme. Por ne çfarë është e rëndësishme për të mësuar ne sot është ne duhet të mësojmë që të vlerësojmë. Mendoj që është një dobësi e brezit tonë që gjithmonë ka qenë, por mendoj që po harrohet, po të bëhet edhe më e keq, po flas që mënyra se si ne vlerësojmë çfarë është më e mira, ose çfarë është përparësia, pra prioriteti, fjala është përparësi, në shqip përparësia, si duhet të mësojmë, si duhet të dëgjojmë, kemi vështirësi të dëgjojmë, vineri nuk kena përqendrim për shkak se jena pak në telefon, pak te nuk dim të dëgjojmë, ta kapim argumentet, ta nxjerrim një muhabet nga fillimi në fund, të nxjerrim mësimin ose temën ose thelbin. Mani mend burrat e vjetër dikur tregonin një histori, donin me tregu një gjë, një temë, thonin tregojnë një histori, thotë duhet të sjell muhabetin, ta sjell me punën, që përmes kësaj historie me tregu këtë parim. Pra, parimi është një fjali, por historia mund të jetë më e gjatë. Kështu që ne duhet të mësojmë të dëgjojmë. Dhe mbi të gjitha duhet të mësojmë çfarë dëgjojmë. Të mësojmë çfarë dëgjojmë. Historia që do të shohim sot do të na ndihmojë për këtë. Kjo histori e regjistruar vetëm nga ungjilltari Lukë është e veçantë
Dhe jo pa qëllim Shpirti i Shenjtë e ka regjistruar në shkrim dhe pikërisht këtu në këtë pjesë. Jo patjetër kjo pjesë është kronologjikisht ndoshta ka qenë e vendosur këtu, por Luka ka zgjedhur prej drejtimit të Shpirtit të Shenjtë ta vendosin këtu këtë pjesë. Sot do të mësojmë që të zgjellim të dëgjojmë mirë, të mësojmë nga fjala e Zotit, nga Zoti vetë. Herën tjetër do shohim të mësojmë si të mësojmë çfarë është prioriteti në lutje, do mësojmë për lutjen, vini re atje është lutja shembullore. Historia e shkurtër që na tregon Luka del shpejt tek thelbi i saj, janë shumë pak vargje dhe shpejt del tek qëllimi i saj, që është në fund të pjesës. Ai na tregon për dy motra që reaguan ndryshe në vizitën që Jezusi u bëri në shtëpinë e tyre. Përpara se të shkojmë atje, le të shkuptojmë pak për kush janë dhe t'i njohim pak më shumë këto motra. Gjonin kapitullin 11, që edhe e lexuam sot në hyrje të shërbesit, na tregon edhe më shumë, pra 11 a 12 na tregon më shumë për këto dy motra. Ato ishin motrat e Lazarit që Jezusi i ringjalli nga të vdekurit. Jetonin në fshatin Betani, shumë afër Jeruzalemit. Gjoni 11:5 tregon që Jezusi i donte disa herë, në fakt thotë donte Lazarin, pra kur u afrohet qau Jezusi ja sa donte. Te vargu 5 thotë e donte Martën dhe Marian dhe vllajën e saj. Ata ishin një familje e dashur për Zotin ton, ndërkohë që ai ecte tokës dhe shtëpia e tyre ishte bërë një strehe për Jezusin që nuk kishte vend ku të mbështeste kokën. Por motrat, edhe pse motra prej nanit dhe babit dhe prej gjakut janë të ndryshme dhe reagojnë ndrysh në situata të ndryshme. Dy keqkuptime që vinë shpesh tani kur lexojmë këtë pasazh, mund mendojmë dhe shohim të dy motra dhe themi, më njëherë Marta është e keqja, personazhi, kush është personazhi negativ këtu është Marta. Bëri gabim. Kush është personazhi pozitiv këtu? Maria. Okej. Edhe mund dalim shpejt në këtë gjykim të shkurtër që njëra është personazhi negativ dhe tjetra është personazhi pozitiv dhe mund marrim një mësim apo të ndarrim sa mësime apo dalje të shkurtra. Për shembull mund të mendojmë shikoj, nuk mund të ketë marrë dikush një mësim për shembull që këtu na mësohet ngujimin manastir, pra përderi që shkosh të rish atje të meditosh, të dëgjosh nga fjala e Zotit dhe mos bësh asnjë gjë, mos veprosh, mos reagosh ose diçka e tillë. Edhe disa gjëra për t'i kuptuar, dy gjëra për t'i kuptuar shpejt rreth historisë. Duket shpesh që Maria vjen e para, pastaj Marta, kur dhe në historinë themi se Maria na fikson dhe Maria na vjen e para, por në fakt nuk është ashtu. Ma e madhja, zoja e shtëpisë është Marta. Por veç në Gjonin 11:1 në vargun ku Maria vendoset para, në çdo rast tjetër thot Marta, motra e saj Maria. Marta e saj Maria dhe Lazari, Marta vendoset para. Marta është e madhja, Marta është zoja e shtëpisë, Marta është mikpritësia. Edhe sikur mësojmë, pra sikur Marta pastaj është negativi, Maria është pozitivi, mësimet dhe qëllimi i historisë nuk është krahasoj dy personalitete ndryshme, thonë ky personalitet bën dhe ky personalitet nuk bën. Apo dy mënyra jetese, pra thuash, kjo është një mënyra e tërhequr e jetesës, pra mënyra manastir ose meditative, është më e mirë dhe mënyra aktive nuk është e mirë dhe nuk është e rëndësishme për perëndin. Nuk është kjo qëllimi i historisë. Historia do të na mësojë që në një situatë saktuar, jo në gjithçka, por në një situatë saktuar, ka më shumë rëndësi Jezusi vet, gjëja këtë, ka më shumë rëndësi Jezusi vet, personi Jezu Krishtit, se sa çfarë bën ti për të. Pra ka më rëndësi vet Jezusi se sa çfarë ti vet bën për Jezusin. Në pjesën e parë do shohim pak historinë, se si fillon historia. Luka na tregon gjatë kohës kur Jezusi po shkonte, po udhtonte, vini re, më përpara kemi thënë që Jezusi ku po shkon? Është fundi i historisë, Jezusi i ka drejtuar syt, i ka ngulur syt ngultas drejt Jeruzalemit ku do shkonte për të kryqëzuar për ne. E kështu thot, na tregon Luka që gjatë kohës kur po udhtonte për në Jeruzalem, ai hyri, pra edhe para se të shkojë në Jeruzalem, pra afër tyre ishte një fshat që Ungjilli i Gjonit na tregon që është Betania, ku jetonin këta, dhe është shumë afër, është 3 kilometra, si më thon këtu në Zogzi, ose këtu në Don Bosco, shumë afër me Jeruzalem, me qendrën ku është tempulli. Dhe një grua me emrin Marta, vini re, Marta është e para, dhe një grua me emrin Marta e pritin shtëpinë e vet. Vini re, mikpritësia kush është? Është Marta. Është shtëpia e Martës, Marta është zoja e shtëpisë, ajo është drejtuese, ajo i jep drejtim punës, është mikpritëse, është grua zoj, mund themi në këtë kuptim. Nuk është
personazh negativ. Pra, disa gjëra këtu, ajo është, si thash, motra e madhe, dhe veç përveç gjonit një që Maria vendoset përpara, se thotë ishte Llazari tim vllai Maris, edhe Maria është ajo që i vajosi këmbët të Jezusit, sepse ka një histori tjetër me Marin. Në çdo rast tjetër ajo Marta vendoset para, ajo është zoja e shtëpisë, ajo drejton, ajo mikpret. Kur ajo mësoi dhe vini Marta është aktive, është gjallë, e don Zotin, don të shërbejë atij, don të bëjë gjëra për Jezusin. Kur ajo mësoi se Jezusi po afrohej, lagjes saj, me siguri ajo mendoi mjeshtri, Zoti, pra po aludoj këtu se nuk e thot vargu, por me siguri se kështu nën kuptohet. Pra më njëherë ajo ka menduar që mjeshtri është pangran, është i lodhur, ka bën rrugë të largët, është patjetër i lodhur, i kputur, i pangran, e duhet i bëjë një vakt mirë, duhet i shërbejë atij mirë, ta mikpresim Jezusin mirë. Unë jam mikpritës, është gruazoja, është mikpritës, duhet ta mikpresim Jezusin mirë. Ajo ka një instinkt prej gruaje familjare, nuk është një gruaje, apo të vinë Jezusi çat po, shkojmë ham në hamburger. Kupton? Pa marrë një picë me telefon, kupton? Është një gruazoj që ka qefta mirëpres, ka dhuntinë e shërbimit, ka dhuntinë e mikpritjes dhe e përdor, është e rëndësishme thonë këtu, e përdor dhuntinë e saj në shërbim të tjerëve, në shërbim të Zotit Jezus. Është e rëndësishme Marta, nuk është negative në këtë kuptim. Ajo ka një shpirt mirë, ka një shpirt dhëmshëm, ka një shpirt pa përtushme, është energjike, është punëtore, është e zonja. Ajo ka rregulluar shtëpinë, ka pastruar shtëpinë, ka dalë në pazar, ka blej perimet, ka mbru brumin, e ka bërë gati me pjek bukën, është një grua e zonja. Por Marta gjithashtu bën një gabim vogël për përparësinë. Shohim vargun 40, pra ta flasim tash për Martën, pa kjo është konteksti, kjo është për le të flasim, por thot vargu 40 ai ishte shumë e zan, vini re. Është mirë, gjitha këto gjërat është mirë, por ishte shumë e zan, shumë e përfshirë me shërbimin për të bërë ushqimin për Jezusin. Aja është duke tu marrë me gjithçka, ashtu më thënë, ata gratë që presin edhe i kanë kështu, ashtu duke skuq patate, ashtu thënë me dur me kama, dhe ato me gjerin, kështu pastaj si shok jemi kur pastron shtëpinë, ashtu duke skuq patate, ne ka bukën furtu i prek, nuk duhet me lëviz shumë, duhet me këtu. Edhe ti knesh do gri sallatën tak përzin çik patate tak është shumë e zënë me çimi punë, është duke punuar gjithanej. Si ata shefat në kuzhinë, ke pasur që janë vrap të furra, vrap të edhe koha po afrohet, tavolina duhet shtruar, duhet me shtruar tavolinën, po pa me shku me shtruar tavolinën, ndjenget në specat, është në një presion. Ideja që është një tension, stresohet, edhe kur kalon nga e ka furrën, e ka këtej, sallatën e ka këtej, kur kalon dera ashtu, dhoma pritjes, kur kalon nga furra për me shku te sallata, e shef Maria, o ty të raft. Po çomër se kam nishin punë, unë të pak nej, të mund të djeg spesat, ty të bëj muhabet me mish. Çomër se nuk është muhabet për gra, muhabet për burra. Jam duke supozuar, është vrap nej. Maria është ul në dhomën e ndenjës. E kjo është duke fol me vetin. Maria marr motër ku je marr? Po na korrida na morë fytyrën, ashtu si ka vishin çmua pa ajo tavolina është për mua shtru. Ku hume ka shkove? Edhe Maria thot Marta thot, vjen prap ashtu duke fol për Martën. Maria vetëm përmendet si thot Marta kishte një motër, Marin dhe kishte një motër edhe Maria kishte një personalitet tjetër. Ajo kishte qef, si punë kur jam kënë në një vogël me ngjuar të muhabetet e të vjetërve, më ulte miku, më thanë çka ka edhe ndoshta edhe pak dembele, nuk është patjetër vetëm personazh pozitiv Maria, ndoshta është edhe pak dembele. E shohim edhe për mbrapa kur ndodhin zgjallje që lexuam, thotë kur ngjoj si po vinte Jezusi, Marta i shkoi përpara, thotë Maria nejtë te shtëpia. Edhe nuk e thot, nuk po supozoj që domethënë po kam fjalën kishte qef me mësu, me dëgju më shumë, edhe ulte kam të Jezusit dhe dëgjonte fjalët dhe mësimin e tij, çfarë këtë qenë duke fol mësuesi nuk e dim, por do ta hamendsojmë, do të mësojmë më vonë, ndoshta mund të shkojmë te kjo pikë. Çfarë ndoshta ka qenë duke fol Jezusi, që e ka tërhequr kaq shumë vëmendjen, mësimi i tij ishte kaq i rëndësishëm, kaq i mirë. Sa Maria është ulë të kamët e tij dhe është shumë e përqendruar dhe mendshme, sa nuk i ngjan të kërcit specat, ai tavolinat e raftat që i përples ndoshta Marta përplas në ai raft me kërcit, bam që më ani Maria, po shumë e fokusuar Maria nuk lëviz. Tani judaizmi nuk i ndalonte gratë mësonin fjalën e Zotit, por nuk ishte e zakonshme
apo nuk ishte mirë që rabinat, mësuesit i mësonin gratë, por gratë mund t'i lexonin vetë me nanën vetë ose mësonin vetë, por rabinat, mësuesit nuk i lejonin gratë që të ulshin, pra gjithmonë mësuesi ul në një stol dhe kemi thënë kur kemi luajtur në sinagogë, uleshin te kamp me rresht burrat, edhe gratë nuk lejoheshin të uleshin aty. Por Maria ka shkuar ashtu ul te kamp të Jezusit. Në fakt në traditën e tyre shkruhej në fjalët e Torës, pra nuk duhet të mësohen grave, thot tek shkrimet e tyre të sota. Burri që i mëson vajzës tij, thot Torën, pra ligjin, i mëson asaj shpenzime të tepërta të kota, si duhet gjë, pra nuk i shikon në rëndësishme që gratë më mësua me fjalën e Perëndis rabinët. Por Jezusi e lejoi Marin që ndronte, e dëgjonte, e të mësonte fjalën e tij. Ajo po dëgjonte fjalën e Perëndis prej buzëve, dëgjoje këtë. Ai po dëgjonte fjalën e Perëndis prej buzëve të fjalës së mëshiruar të Perëndis, vetë birit Perëndis Jezu Krishtit. Ai ishte nxënëse e kujdesshme dhe mendshme. Ai duket sa është zhytur e përfshirë në ndërgjimin aktiv duke dëgjuar me vëmendje për ta kuptuar Jezusin. Sa nuk i dëgjon ndoshta fare ato shfryrjet, ato shëzhgëllimet, murmuritjet, ankesat e martës. Ku je motër më? Edhe kërcitjet e pjatave atje, është e fokusuar duke dëgjuar me vëmendje. Sa Maria po dëgjon dhe po mëson mirë nga biri i Perëndis, Martës po i rritet tensioni, presioni për të bërë gjëra të mirë e për ta mikpritur birin e Perëndis. Shikoj janë të dyja gjëra mirë në kuptimin e tyre. Kjo është duke mikpritur mirë birin e Perëndis. Kjo është duke dëgjuar mirë birin e Perëndis. Nuk është sa Marta do bëni gjë të keqe, negative, një mëkat, në kuptim deri në këtë fazë. Dhe motra po fillon ta carohet, ajo është e përfshirë, është e shpërqendruar, e shpërndar me punët. Dhe edhe ajo donte, edhe Marta, po nga që është edhe e malli, edhe e zoja e shtëpisë, ba ul, ajo të ngju. Kjo të ngju, kush më i ba punë, po na korritna. Edhe ajo kishte në qejf me ngju Jezusin, po kishte shumë punë. Kështu që në mes punëve për të bërë gjëra të mira, për të mirëpritur Jezusin, apo për të kapur në një fjalë, të skuq speca të një fjalë për Jezusit, ajo është rrëmbyer e përfshirë në shumë punë dhe humbet mësimin apo gjën kryesore këtu që Jezusi po flet. Dhe tash duket se s'duron ma. Në dhomën e pritjes mu përpara Jezusit, duke kaluar për mbi motrën e saj, pra vjen tash Marta shkon te dhoma e pritjes, supozot atje, motra ul te kamp dhe i kërcen motrës, ndoshta sa ashtu ul i kërcen përmbrapa për sipër saj për me kaluar te Jezusi, i del përpara syve të Jezusit, e me duar në mes se në rikosën si ato zëjë dhe shtëpisë që janë bamë nervazi kanë bërë tana punë janë lol, me duart mes e nervozuar dhe me ton pak kënaqur shpërthen e nxjerr pak kënaqësinë e saj. Ajo ankohet, ka ankesë për dy persona, E gjithashtu ka një sugjerim edhe i mësim, edhe i jep mend Jezusit këtu. Ajo ankohet për motrën e saj, dhe gjithashtu ka një sugjerim si shtash për Jezusin. E çfarë do thotë? Para se t'ja u shpjegoj pak këtë, mora një mesazh këtë javë nga ne, me një ankesë edhe me një sugjerim gjithashtu. Edhe mirë bani, edhe unë me dashamirësi. Ajo kalon, shkon te Jezusi dhe vini re çfarë thot. Ngjoni këtë se lidhet. Zot, pra i ka dalë mu përpara syve Jezusit, i këshir kokordhak të synit. E sot Zota nuk do t'ja dish që motra ime vini re nuk ja thot asaj më Maria, thot a ke motra eme, aty ke shtriga, nuk e thot kështu, po ka fjalën është pak e nervozuar me a ke motra eme, as shqetësohesh, nuk merakosesh, nuk do t'ja dish. Tani fjala vini re nuk do t'ja dish, është fjala në fakt shqetësohesh, nuk këmesh a merakosesh, nuk shqetësohesh. Për mua, nuk shqetësohesh që motra më la vetëm që të shërbej. Kjo fjalë a nuk shqetësohesh, është njëjta fjalë që Ungjilltari Mark ka përdorur në kapitullin 4 në vargun 38 kur ndodha historia stuhia në det, kur shqetëson stuhin Jezusin në varg. Jezusi është duke fjetur në bash atje në anije, aja ata nduku myt dhe ata dishepujt shkojnë e zgjojnë Jezusin i thonë Zot, mjeshtër, a nuk shqetësohesh?
A nuk don t'ja dish, a nuk bëhesh merak, është njëjta fjalë, a nuk shqetësohesh për ne që po mbytemi. A nuk po shqetësohesh, nuk don më ditë për ne? Dhe zgjojnë Jezusin. Pra kjo është ankesa. Ankesa është pra duke i thënë Jezu Krishti, ti nuk shqetësohesh për mua. Ti në fakt edhe nuk je i drejtë. Në fakt ti e të llastu Marien, se e ke parasysh kur vjen dikush në Mekë, në fëmijë, vjen në Mekë dhe shkon i ulet fëmia i vogël, shkon tak rrinte mi, kur vjen Mariushi kanë futet me kia tak, i thon shkoj me batë, jazëm të në Mariushin, tash mos mundem me i bërtit të syt Mariushit, edhe shpëton, edhe tash s'mundem çami bën sa është në Jezusin ka armiku. Ashtë ti të llastu ti Jezus? As shqetësohesh për mua, duke është e pa drejtë, ajo të ni, tu kënaq me ty, unë të bëj këtë punë. Nuk je i drejtë, nuk shqetësohesh për mua. Dhe vjen një herë që ka një sugjerim, mëson Jezusin çfarë bëj. Jo vetëm që ka një ankesë për të, por edhe i tregon se çfarë duhet bëj Jezusi. Ja çfarë thot. I thuaj pra, thuaj ti, se s'kam nevojë mi thonë se ty atë të ni. Ti thuaj asaj. Unë t'jap mend ty, ti bëj çfarë them unë. I thuaj asaj të ndihmoj. Është pak pa takt, apo jo? Jo hishme, edhe jo shpirtërore, dhe jo mënyrën e duhur edhe si mikpritse, po edhe si ajo po gabon në këtë rast. Por nuk është një grua që nuk e don Jezusin, apo anasjelltas. Në fakt kudo tjetër që e shohim, siç thashë e shohim tek Gjoni, thot Marta e donte Jezusin, ata e donin, Jezusi e donte Martën, Llazarin dhe motrën e saj, ata e donin shumë njëri tjetrin. Marta gaboi, edhe është e trishtueshme dhe ironike, ngjëre këtë, se mund të jemi shumë prej nesh Marta. Ajo gaboi dhe është e trishtueshme dhe ironike që dashuria dhe përkushtimi i saj për Jezusin, pra kjo ishte duke bë i gjallë për shkak të dashurisë për Jezusin, ato bën këtë gjëna, për shkak të shërbimit për Jezusin, për shkak të mikpritjes për Jezusit. Dhe vjen këto që janë dhuntitë e saj, këto që janë gjëra të mira, është ironike që dashuria dhe përkushtimi i saj për Jezusin e çoi atë të gaboj me reagimin e saj duke vënë dyshim drejtësinë, mirësinë dhe kujdesin e tij për të. Marta nuk ishte armike apo dashakeshe ndaj Jezusit. Në fakt ajo ishte një nga ndjekësit më të dashura, më të zjarrta, më të zellshme, më të mprehta edhe teologjikisht. Tek Gjoni 1:11, atje e lexuam çfarë kishte vdek vllai i tyre për 4 ditë ishte në varr. Marta vrapon e para, sa të gjën vrapon e para dhe i thot Jezusit, po ti ishe këtu nuk do kishte vdekur vllai im, dhe Jezusi thot, unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson mua edhe në vdek do të jetoj, dhe kushdo që jeton e beson mua nuk do të vdesë as pak për jetë. Dhe e pyet, a e beson ti këtë? I thot Martës Jezusi. Dhe vini re rrëfimin, si i kthehet përgjigjja Marta. Ajo i tha, po Zot, unë besoj, vini re fjalë, unë besoj se ti je Krishti, biri i Perëndisë që vjen në botë. Këtë rrëfim e kanë bërë vetëm 2 vetë në Bibël. Pietri, kur i than Jezusi i tha Pietrit, kush mendoni ju që jam unë? Ai tha, ti je Krishti, biri i Perëndisë gjallë. Dhe ai tha, ta zbuloi Shpirti i Shenjtë, jo prej mishit, por e prej gjakut. Dhe Marta në ngjasim me këtë i thot, ti je Krishti, biri i Perëndisë që duhet vinte në botë për shpëtimin ton. Marta është mprej teologjikisht rrallë pa kush. Është kaq dashamirëse, kaq e zjarrt, kaq e dashur, kaq shërptore, kaq e zgjuar se sa Marta në rrëfimin e saj për Jezusin. Gabimi i Martës ishte se ajo vendosi shërbesën për Jezusin përpara Jezusit vetë. Gabimi i saj është se vendosi shërbimin ndaj Jezusit përpara Jezusit vetë. Ajo gaboi duke menduar në këtë rast se Jezusi ka nevojë për të. Në vend që të mendojë që ajo ka nevojë për Jezusin. Është e vërtetë se Jezusi është pa hangër, mund të jetë i uritur, por Marta është më e uritur se Jezusi. Marta është më e uritur për fjalën e Jezusit, për Zotin vetë. Nuk ka nevojë Jezusi për një vak nga Marta. Ka nevojë në kuptim, por jo, por ka më shumë nevojë Marta për Jezu Krishtin. Dhe ky është gabimi që ne bëjmë shpesh. Në shërbesën tonë, kur mendojmë që ne jemi më të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, të pazëvendësueshëm, ku diun çfarë mendojmë. Për shërbestarë që për pastorë që thonë që ose i kion kisha zban më apo i kështu. Një autor thotë, është interesante, në kishë të tanë mendojnë mirë për veten dhe nëse i kion shkatërrohet kisha, thotë edhe i mizë mur, kur nalet mur, thotë atë vit i nalet i mizë mur, thotë nuk po fluturoj se bën fluturu me dal jashtë, kjo kishë nuk bën më.
ajo mund zillte, ndoshta të bante edhe më pak ushqim. Ndoshta edhe pak bukë djathë, i kokër kryp, i fije qep. Kështu do i shërby shumë mirë Jezusit. S'kish nevojë mua carue, mua anku, mua kështu edhe më mirë të zgjellte prioritetin që të dëgjonte Jezusin. Qose do i pyeste nesërmen, shiko, Marta është të bën gjëra të mira për Jezusin, por pyetja është, okay, ik Jezusit nesërmen, vijnë gratë e lagjes me pi kafe. Takohen me Martën e Marin. Thotë si e ka lutë mami Jezusin. Çka ka me tregu Marta, çka ka me tregu Maria? Marta thotë, "Ej, çfarë bën? Te ne në Maria e vjen, hangër, tregon çka kanë hangër, ushqim." Po Maria ka çka me tregu më shumë, çka ka thënë Jezusi. Pyetja është, nëse të takon ty dikush nesër, mas nesër, dhe mas nesër, mas javët. Pyetja është, a ulesh ti te kam të Jezusit, a dëgjon ti për Jezusit për ditë? E bën me të ku dikush ty nesër, mas nesër, me të pyet, ai tregon me gjë, a ke çka me i tregu kuj për Jezusin që të ka thënë ai për i fjalës ti. Shikon takoj njerëz për ditë, njerëz të kishës. Kam takuar edhe një mram, po s'jam të fol për ata që kam takuar mram, po edhe për atë. Por takon në një person për të gjë dhe më tregojnë i pyesin gjë, më tregojnë për gjithçka. Personat e kishës tonë, për gjithçka. Tregojnë për krishterimin botëror, e kupton si po e krishterimi botëror, apo din teologji, siç tha ky predikuesi i madh, tregojnë për familjen, tregojnë për punën, për kursin e këmbimit, sa shitet nafta në bursë. Ku diun për kisha të tjera, që din gjithçka tjetër. Interesante se mund të rresh 2 orë me një person të kishës tonë, dhe nuk ta përmend asnjëherë fjalën e emrin e Jezusit dhe asnjë gjë prej Biblës. Kjo është e trishtueshme, vëllezër motra. Që kemi gjithçka tjetër për të folur rreth nesh, afër nesh, anash nesh. Po asnjë gjë për Jezusin. Po asnjë gjë për Jezusin. Dhe vini re Jezusin tash si kthehet Jezusi në pjesën e fundit, në vargje 41 e 42. A vutre pak vargun 40 thot. Por Marta ishte tepër e zanë dhe shkoi e tha kështu. Për shkak se ishte tepër, fillon fjala me një por Marta ishte e zanë dhe reagoi keq. Një vargun 41 si thot. Por Jezusi ju përgjigj, por Jezusi përgjigjet mirë, reagon mirë. Edhe pse shkon si më thënë, janë kohët Marta, edhe mëson ç'a më bën. Jezusi nuk flet si ajo. Jezusi nuk kthehet pra ndërkohë që Marta reagoi me emocion, me zemrim, ndoshta me respekt, ndoshta me arrogancë, ndoshta Jezusi duke ju përgjigjur këtu me butësi, me ndjeshmëri, me dashamirësi, thot Mart. Kjo fjala Mart ose kur përdoret në Bibël, kjo emri 2 herë rresht. Në fakt është përdorur më shumë se 50 herë në Bibël, dikun 50 herë, pak plus minus, nuk kemi sigurt, por afër 50 herë përdoret kjo fjala për kur Zoti ose i drejtohet një personi, për shembull Abraham, Mojsi, Saul, Simon, Marta. Edhe është një idiom, as një mënyrë e shprehje për kur ke afërsi, kur të më tregu dashamirësi, si më han dhëmshuri, ndjeshmëri, dashamirësi, më han ja fut kosh dikush kur i themon për shembull bani i gabim ose i gaf Marje, po themi o Marjush. Çfarë më të bëj se du shumë të kam shok, për ashtu në dashamirësi, thotë Mart. Dhe vini re, edhe pse tregon dashamirësi, me shumë dashamirësi, por nuk ja lën pa ja thënë vërtetën, dhe në fakt Jezusi e vendos gishtin bashkë në plag. Thot Mart, në dashamirësi, nuk i thot s'ka probleme, hajt futja prap kot. Por ja vend gishtin bashkë në plag, aty ku i dhëm më shumë, edhe i thot, ti po shqetësohesh, po mundohesh, po hallakatesh, si më thënë, për shumë gjëra. Edhe ky është problemi yt, Mart. Ky është problemi yt. Që ti dhe me bëjë gjithçka, din për gjithçka, dhe me një gjithçka, dhe me bëjë gjithçka, dhe me bëjë kështu veç me nejt me mua, ke harru gjën kryesore, punën më kryesore. Dhe ai nuk merret me simptomat e problemit. Ai nuk thot ti je arrogante, kështu puno me arrogancën. Ti je pak e zemëruar, puno me zemërimin, ose ti je pak e ngutshme dhe puno me ngutjen. S'duhet zemërosh. Problemi
është i yti i martë, nuk është i Marijës. Tjetër ke ardhur më thonë që Maria është një moje pse se mëson Marijen, thuj të bëjnë Maria kështu, por problemi është i yti. Sepse jo vetëm çfarë bëre, më shumë për çfarë nuk bëre. Sepse nga gjithë këto nuk zgjolle gjën e mirë. Pra problemi është jo për çfarë bëre, nuk jam të çertu ose nuk je keq për çfarë ke bërë për mua, ke pa shumë gjëra të mira për mua. Është një problem ke i problem për çfarë s'ke bërë, për çfarë s'ke zgjidhur mirë, për çfarë s'ke dëgjuar, s'ke ardhur me ne të fol me mua, dëgjoj çfarë them unë. Që është gjëja më e mirë. Jezusi me dashamirësi po i thotë që ajo dhe jo Maria është problemi, e Marta shkoi tek ai duke e qortuar Marinë dhe Jezusin në këtë rast qorton Martën, edhe mburr Marijen. Thotë që një gjë është e nevojshme. Këto janë shumë, jetu bën shumë gjëra, por vetëm një gjë është më e rëndësishme, kjo është përparësia, jo se këto janë gabim. Por një gjë është e nevojshme, një gjë është përparësi dhe Maria zgjodhin pjesën më të mirë që s'do t'i hiqet. Nuk do t'i hiqet kurrë. Ajo duke u marrë me shumë gjëra për Jezusin, vinëre. Marta duke u marrë me shumë gjëra për Jezusin. Humbi fokusin për Jezusin vetë. Duke bërë gjëra harroi çfarë privilegj, duke bërë gjëra për Jezusin harroi privilegjin që ajo ka për të qëndruar me të vëllezër motra. Ndaluni pak. Duke u marrë me gjithë shka harrojnë privilegjin, çfarë privilegjit kemi ne të shkojmë te fjala e Perëndisë, të dëgjojmë prej Perëndisë drejt, që t'i lutemi vetë mretit universit përmes Jezu Krishtit dhe të hyjmë në fronin e tij, e harrojmë çfarë privilegjit kemi, edhe i lam mas dorët, duke u marrë me gjithë shka tjetër që na del përpara. Edhe dita ka 24 orë për ne të gjithë, mos harroni. Se di pse e ke ditën më të shkurtër ti, nuk del koha me lexu Biblën kur disa kemi qenë ne të fejuar, kemi qenë ne të martuar, kemi qenë ne beqar, kemi qenë me fëmijë, kemi qenë me 2, kemi qenë me 3. Ka një përparësi, fjala e Perëndisë, e lutja. Patjetër që ne duhet ta marrim seriozisht punën tonë për Jezusin. Nuk po thotë këtu që shiko, lexo Biblën një gjysor edhe kthe shpinën në rring barkën shpinën, si nuk është duke thënë këtë, nuk është kundër të punosh për Jezusin fare. Mësimi është që s'duhet ta marrim seriozisht veten tonë, e të mendojmë që i dimë, s'kemi nevojë, thjesht po bëjmë gjëra për Jezusin, por s'kemi nevojë për Jezusin vetë, ditë për ditë, ditë pas dite. E mund bëhet e zakonshme dhe e lehtë shërbimi ndaj Krishtit, por shpesh ky shërbim ndaj Krishtit na largon nga Krishti vetë, nga fjala e tij, dhe kjo është një gabim fatal. Vëllezër motra, jeta është e shkurtër. Dhe na afron shumë gjana me bëhen ditë. Problemi është që nuk mund bëjmë gjithçka. Problemi është që edhe duhet zgjellim, edhe shpesh ne zgjellim, hajtë se Biblën lexojmë më vonë, hajtë se me Jezusin rrim, hajtë se lutem më vonë, hajtë kryej të punë një herë, hajtë edhe kur e gjejmë 1 javë, 2 javë, s'dim gjën kur kena Biblën. Jeta është e shkurtër, na afron shumë gjëra, ne nuk mund të bëjmë gjithçka, ne duhet zgjellim me vetdije, me përparësi gjën që është më e rëndësishme në jetën tonë, që ajo gjë që nuk do të na hiqet kurrë. Ne duhet s'pari të mësojmë, ulemi. Ne s'pari duhet mësojmë ndalemi, a din që ne nuk dim ndalemi. Që na vrap të kjo bën punë, vrap të shtëpia, pastaj pastro, pastaj laj, pastaj kyt, mos e kemë shkutë kë ka marrë. Nuk dim mu nal. Psalmin nalmi dhe së disni shikoni sa i mirë është Zoti. Ne nuk dim mu ndal, ne nuk dim me ul të kanë, ne nuk dim me dëgju, ne nuk dim me pas vëmendje. Ne nuk dim të mësojmë. Ne duhet të mësojmë se të mësojmë. Për ata që, për shaka tani, për ata që s'do jenë sot në kafe, mani mend mirë, shënoni mirë këto që po them se keni me marrë vetëm një mësim, për ata që vinë në kafe kanë edhe një mësim nga Maqedonia, nga kisha Maqedonia dhe një mësim nga kisha në Itali, po për ju që s'vini në kafe, mani shëni mirë. Se keni këtë privilegj me marrë 3 mësime në ditë. Por ne duhet mësojmë si të mësojmë.
Sepse mësojmë, ngjojmë predikimin këtu, sot e masi orët, nuk e dim çfarë kemi dëgjuar, nuk e dim çfarë kemi kuptuar, nuk e dim çfarë është më e rëndësishme, nuk dim të zgjellim çfarë është më përparësia për jetën tonë. Tani shkoni me mua pak tek Gjani 12, edhe të ta mbylli. Pse është e rëndësishme ajo që bëri Maria? Gjoni 12. Të 11 e ka ringjallur Lazarin. Okej? Të 12 vjen Jezusi, masi e ka ringjallur Jezusi, vjen prapë Jezusi, masi ka ringjallur Lazarin, vjen Jezusi prapë për një vizitë në shtëpinë e Martës e Maris. Edhe ata shtrejnë një banket për Jezusin se si mos më e prit, ju ka ringjallur vetëm vëlla për të vdekmit. Me kudion me kudion, ndoshta ka ra delën kanale me të pështu delën prej kanalit. Meriton me jasiti birri, kafe e gjë, imagjinoj i ka ringjallur vllaun e vetëm. Jezusi pra 6 ditë përpara Pashkës, ashtu nis për Pashkën, 6 ditë përpara se të kryqëzohet ringjallja. Gjoni këtë sa është rëndësishme, marrni këtë çnim. 6 ditë para se të kryqëzohet ringjallja, erdhin Betani ku ishte Lazari, ai që kishte vdekur, e cilin e kishte ringjallur prej vdekurish. Dhe aty i shtrua një darkë. Dhe Marta, Marta një gjë. Marta shërbente, është Marta në shërbim, atë një gjë. Marta shërbente, por Lazari ishte një nga ata që rrinte në tryez, ul me Jezusin afër tavolinë. Atëherë Maria mori një libër vajen prej vaj, erëkëndshëm, prej nardit pastër, shumë kushtueshëm, e vajosi me këmbët e Jezusit. Vajosi me të këmbët e Jezusit dhe ia fshiu këmbët e tij me flokët e saj. Dhe shtëpia u mosh me erë prej këtij vaji. Atëherë një nga dishepujt Juda, Simonit Iskarioti, që do të tradhtonte, tha pse nuk u shit ky vaj erëkëndshëm, se kushtonte sa rroga vjetore e një punëtori. Ishte miliona. Pse nuk u shit për 300 denar e t'u jepeshin lekë të varfërve? Por këtë tha jo se kujdesesh për të varfër, por se ishte vjellës, duke patur arkën mbante ato që shiteshin. Por vini re vargun 8, 7 dhe 8. Po Jezusi i tha, lere, mos e ndalo çipe der vajin të kam të mia, po me fshin me flokët, sepse ajo ka ruajtur për ditën e varrimit tim. Sepse të varfrit i keni gjithmonë me vete, me ju, por mua nuk më keni gjithmonë me vete. Mani me një historinë, Jezusi është nisur për në Jeruzalem, për të kryqëzuar, mani me për të kryqëzuar. Tani çfarë ndoshta ka qenë duke folë Jezusi atë natë kur Maria i ul të kam, nuk e dim, ka zgjas ka qenë duke treguar që po shkojnë në Jeruzalem, e do kryqëzohen për ju, do vdesë, do ringjallen për ju. Dishepujt nuk e kanë kap, nuk e kanë kuptuar. Juda thotë, pse more harxhoni këtë vaj kot? Por Maria e ka kap muhabetin. Maria ka qenë e vëmendshme, vetëm Maria këtu e ka kuptuar që Jezusi Krishti mas i javës është duke shku për të vdekur për mua. Duke shku për të ringjallur për mua. Thotë Jezusi mos e nalni, se Maria kanë, edhe Marta ka qenë atë natë të hangër darkë aty në shtëpi. Edhe ata dishepujt kanë qenë duke hangër darkë, pas asnjë se ka kuptuar akoma për çfarë po shkon Jezusi në Jeruzalem. Thotë mos e nalni. Maria ulte kam të Jezusit dhe kuptoi atë që s'kuptojnë dishepujt, se Jezusi po shkonte në Jeruzalem për të. Thotë ajo bëri gati për varrimin tim. Sepse Maria kuptoi që Jezusi po ngjitej në Jeruzalem për të, dhe jo vetëm në Jeruzalem, por po zgjitej në kryq. E po shkonte në varr. Pastaj do të ringjallej për të. Vëllezër, motra, a kemi kuptuar në çfarë ka kuptuar Maria? A kemi kohë për gjënë më të rëndësishme që kemi në botë, për personin më të rëndësishëm që ka ky univers për ne, që është vetë Zoti Jezu Krisht, që na ka dhënë privilegjin për çdo ditë mu ul të këmbët e tij, me gjuhë prej fjalës së tij, mu lut për të, edhe ne harrojmë, e lëmë as dorët e nuk e kuptojmë. Edhe pse e dim më mirë se Maria, edhe pse e kemi kemi kuptuar dhe e kemi përjetuar në jetën tonë që Jezu Krishti është zgjitur në Jeruzalem për ne. Jo vetëm Jeruzalem, po është ngritur në kryq për ne. Ky pasazh, vëllezër, motra, na thirr që të vendosim përparësi, e ta kuptojmë, e ta dimë që personi i parë, më i rëndësishëm, ka është burri, fëmia, punëtori, punëdhënësi, pronari, drejtori, kush do qoftë,
A pastorja, kur të qoftë, po është Jezu Krishti, që ka dhënë jetën e tij në kryq për ne. Amen? Le të lutemi bashkë. Falënderojmë Atë për këtë fjalë. Falënderojmë për këtë mësim. Falënderojmë për këto dy motra. Edhe për Martën, që donte ty shumë, e rrëfej se kush je ti, e të shërbeu ty mirë, pavarësisht se gaboi në prioritetin e saj. Falënderojmë edhe për Marien, që nuk ishte e përsosur, por zgjodhi mirë. Zgjodhi për parësi, çfarë që është më e rëndësishme për të ulur të këmbët e tu, për të dëgjuar prej buzëve birit Perëndis shpëtimin që ai ofron. O Zot, na ndihmo edhe ne të kemi përparësinë e duhur. Të ndalemi të dëgjojmë prej Teje, të mësojmë të flasim për Ty. Të kërkojmë të lutemi të shërbejmë Ty. Na mëso Zot, na mëso si të mësojmë, na mëso si të dëgjojmë, na mëso si të kuptojmë, na mëso si të vlerësojmë, na mëso si të duam më shumë të shërbejmë Ty që na deshe i pari dhe jetën për ne. Në emrin e çmuar të Krishtit ne lutemi. Amen.